Policia e Tiranës ka njoftuar se ka arrestuar 4 persona dhe ka proceduar penalisht 7 të tjerë për hedhjen e lëndëve djegëse dhe kundërshtimin e forcave të policisë gjatë protestës së zhvilluar në Tiranë nga Partia Demokratike. Gjithashtu referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin Ervin Minarolli me detyrë sekretar organizativ i subjektit politik Partia Demokratike, pasi në thellësinë e përfaqësuesit organizativ të këtij subjekti nuk ka zbatuar detyrimet ligjore për identifikimin e personave përgjegjës për mbrojtjen e tubimit. Si pasojë e përplasjeve gjatë tubimit, 3 punonjës të policisë së shtetit mbetën të dëmtuar dhe u transportuan për ndihmë mjekësore në spital ku morën trajtimin e nevojshëm. Sipas autoriteteve, ata ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë, grupi hetimor po vijon punën për identifikimin dhe dokumentimin ligjor të shtetasve të tjerë që mund të kenë kryer veprime të kundërligjshme gjatë tubimit të zhvilluar në kryeqytet. Policia thekson se çdo shkelje e ligjit do trajtohet me zero tolerancë dhe se masat ligjore do të merren ndaj çdo personi që ka cënuar rendin dhe sigurinë publike.